Erdhi koha që të dekorojmë pemën. Pemën e kemi vendosur, siç e keni parë tek video kaluar. Ka vetëm dritat, i vura dhe këto rruzat, kështu. Dhe i vura dhe një 2-3 gjëra të vogla, kështu që e dija se ku doja t'i vendosja. Por tani duhet të dekorojmë pemën edhe living roomin. Kam gjërat e reja, tani do nxjerr edhe gjërat e vjetra dhe le të fillojmë dekorimin. Le ta bëjmë pak cozy ambientin dhe të vendosim diçka festive. Here we go. Fun. Atëherë, mendoj që fillimisht të bëj dekorimet. Fatkeqësisht, dekorimet këtë video jenë më pak se herët e kaluara, sepse disa vende nuk do mundem t'i dekoroj për shkak të Raelit. Që tani mi prishi një 2 gjëra që kisha bler. Mommy. Wow! Kështu që tavolin mesi nuk kemi fare në fakt. Kjo është thjesht diçka provizore sa për të vënë diçka për të ngrënë. Kemi pasur atë të xhamit, nëse mbani mend, por që nuk kishte fare safe për fëmijët, kështu që hoqëm fare. Dhe nuk kemi parë për ndonjë tavolin tjetër. Këtë pjesën poshtë televizorit gjithashtu nuk mundem ta dekoroj, sepse siç mund ta kuptoni nuk do të rezistonte. Iku dhe kjo. Gjithashtu edhe këtë pjesën këtu nuk e dekoroj dot akoma, sepse nuk do të rezistonte as kjo nga Miss Rael. Do të dekorojmë vetëm atë pjesën e vogël aty lart. Dhe tek libraria do dekorojmë raftet e mesit dhe raftin lart, sepse këtë raftin këtu e arrim, kështu që edhe pemën sigurisht. Atëherë, mendoj ta filloj me këtë. Këtu kam menduar të bëj atë fshatin e vogël. Dhe kam marrë ato shtëpizat, i kam këtu. Ja, ty atë rregoj, të vendos këtu një herë. Sa të hapim gjërat dhe ndërkohë shoh që nuk pas kam shumë bateri në telefon. Ta vendosim mami këtë Raelin? Që më mblej flokut? Hajde pak më këtu, hajde. Merë këtë bebin tonë tani. Au, me sa duket këtë vlog do ta drejtoj Raeli. I nuqa. Hajde këtu. Kemi pemët për fshatin. Po, në të tek Raeli. Kemi gjithashtu dhe shtëpizat. Kam marrë pak pambuk për dëborën, kam një slit. Kam edhe një Kemi dhe slitën që më thye. Ta vendos nga ky krau tjetër kështu. Ja, ta vendos kështu. Kemi dhe pemët. Ta ishim të qëriu. Okej. Atëherë, slitën do ta vendos këtu. Të vendosim kemi dhe shtëpit. Këto që kam për të varë tek pema, po t'ja u heq këta. Kam edhe këta. Okej, vendosa dhe pak pambuk për borën. Edhe kjo është situata. Është cute, okej, mund t'ishte edhe më cute, por ndoshta vitin tjetër do t'i shtojmë edhe njerëzit.
Tani le të kalojmë tek situata tjetër që do jetë pak më e thjesht. Të heq këto rraqet që kam dhënë këtu. Kjo këtu. Këtë lulen s'kam ndërmend ta heq, do ta lë këtu. Po do t'i vendosim pastaj në fund pemën, mami. Tu kam një nga kutijat e vitit të kaluar. Hello. Can we go? A dhe thua mami në tani? No, do t'a vendosim poshtë pemës. Të vendos këto të dyja. Është pinguina i mami. Dhe këtë të qiriu besoj, kam edhe 2 drerë të lezetshëm. Mund të vendosë edhe ato të çfarë. Oh, so cute. Kam një kështu për pemën kur e kemi vënë në vitin e parë kur Aeli ishte bebe. Leli bebe. Leli bebe. Po, bebe vogël. Bebe vogël. Ke qenë bebe vogël ti. Mos mami se këtë aty. Pa gjyshi, është Lelit ajo. Wow, babi gjyshi. Hey, babi gjyshi kënë shtori. Do ta prishësh mami. Lëre drerin se do ta vendosim poshtë pemës. Po filloj të mendoj që ishte një ide e keqe rregullimi i ambientit me Raelin. Mendova se do ta gëzonte, por në fakt është duke bërë shumë dëm. Por ja, filloj loja. Çfarë po bën Raeli? Keku. Keku, po keku është për tek pema. Pema? Po, do e vendosim te pema. Se di pse kam këtë fiksimin që sa herë të futem në tapet, do t'i heq këto shapkat e gjërat që kam. Dua të rri zbathur në tapet. Dhe më duket gjithashtu sikur do ta bëj pis po të futem ashtu me këpucë. Okej, atëherë mendoj se me këtë dekorimet e vogla mbaruam dhe tani do t'i përkushtojmë i pemës. Ta hap në fillim këto topat e mëdhenj. Se duke qenë se kam pas pemën e vogël më përpara, kam pasur këta topa pak më të vegjël dhe mendova se tani pemës së madhe i duan këta topa më të mëdhenj. Ti bëj një mix, do me thënë, por që edhe topat e mëdhenj kanë rëndësi. Aurelia, do ta bësh pemën me mamin ti apo jo? Bye bye. Tani kam këto të reja që më duhet t'i lidhe edhe këto gjërat. Po, edhe këto. Aha, s'ka më bën shumë. Happy mommy. Happy. Mama, dua. Edhe unë të dua. Pema na mori goxha kohë, me thënë të drejtën, u ersua tani.
është gati duke u arsuar, rregullo, sistemon, ndrysho, e kam mani unë këtë gjë, kështu që edhe në ditët në vazhdim do ketë ndryshime, por për momentin e kemi lënë këtu. Kemi ndezur edhe dritat. Duke qenë se është një pemë që nuk është shumë e dendur, kërkon edhe pak zbukurime. Madhësitë e dekëve ka të ndryshme, disa janë më të gjata, disa janë më të shkurtra dhe mendoj se është një imitim perfekt i një bredhi natyral. Domethënë është imitimi më perfekt. Asaj majas atje nuk kam çfarë t'i bëj, nuk rrin drejt, do mundohem në ditët në vazhdim. Pra, do ta lej kështu për momentin, do ta lë kaq. Pastaj do shoh në ditët në vazhdim se si do e bëj. Ideja ime ishte të kishim një pemë të viteve 90, si të fëmijërisë tonë, pra me shumë ngjyra. Nuk jam e kënaqur me jeshilet që gjeta, kam parë në shumë dyqane dhe nuk kishin ato gjërat që unë doja dhe isha shumë vonë për t'i porositur në Temu, sepse aty ças ka. Por kështu, nuk e di domethënë, nuk e di si doja bëj, sepse këto jeshilet as nuk dallojnë fare nga ngjyra e pemës. Doja një jeshile më vibrante. Por që gjithsesi lezetshëm kanë dalë, mendoj se bukurinë më të madhe ja shtojnë këto lodrat. Këto lodrat këtu, pra një gingerbread, këto muffins, këto gjërat kështu. Mendoj se ja kanë foto Raelit, pra gjëra të personalizuara. Edhe ky poçi këtu më pëlqeu shumë, ky ishte shumë i shtrenjtë, nuk e di, më la mendja që e mora, por ja që e mora, është edhe qelç nga ato që mund të thyen, por që ja, këto lodrat kështu ja kanë shtuar më shumë lezetin dhe japin më tepër atë vibe-in e atyre viteve. Tani, unë kam ndërmend të bëj edhe një dekorim patjetër poshtë pemës. Do sajoj një diçka, por sonte jam shumë e lodhur, kështu që sonte do ta mbyll këtu me zbukurimet dhe dekoret dhe do ta vazhdojmë nesër. Rael, u lodhe ti mami? Rael, si kemi thënë, hiqe Çuçin. Çuçi të prish dhëmbët. Ku e gjete? Ma jep mami tu? Çuçin e mbajmë vetëm kur bëjmë nani. Ma jep mamit. Ma jep mamit. Nuk e di, kemi pasur një vështirësi me këtë heqjen e Çuçit. Ka qenë mirë gjatë ditës, po kur e gjen, dhe duket nuk e kam fshehur mirë unë edhe e ka gjetur dhe e mori. Por e din që nuk duhet ta mbaj, e din. Mi strece. Kaka. Te koka? Është bukur? Ja. Ja. Çuçi. Au. Mirëmëngjesi, sot jam super e lodhur. Jam si e goditur, por show must go on. Duhet të vazhdoj me dekorimet e tjera që gjithashtu të mbyll videon. Sot kemi për të bërë pjesën poshtë të pemës. Kam menduar të vendos ca dhurata edhe disa kukulla, kështu që kam marrë disa kuti, kështu. Kam marrë edhe një letër paketimi dhe do t'i paketoj këto, që të duken si dhurata aty poshtë. Kjo kutia një lodër e Raelit, që këto ditë Raeli ka qenë pushim, besoj si të gjithë, dhe kanë qenë disa ditë super të lodhshme. Edhe pse ka marrë mamin tim për disa ditë që të më ndihmoj. Pra ka qenë shumë e lodhshme, sepse ajo është e ngjitur pas meje dhe nuk do të rri, të shikoj se ç'a bëj unë. Edhe nuk e di, shumë e lodhshme.
Mezi po pres të filloj qerdja. Unë me paketimet e dhuratave nuk shkojmë shumë mirë, nuk jam shumë e zonja, po kam shumë qef t'i bëj, dhe gjithmonë i bëj. Se kam qef dhe më dalin kështu si të... jo shumë të bukura, me të drejtën, por le të shikojmë se si do na dalin këto. Ja tek janë 3 pako, do t'i ngjisë edhe nga një kështu. Për njërën nuk del, kësaj do t'i bëj një fjongë vetë. Kjo është zgjasme që ta bësh ti atë fjongon, po unë nuk di. Kështu që thjesht do ta lidh. S'po ja gjej këtë anën. Kam edhe këtë. T'i fus një tyl kështu që të duket bukur. Lëm diku këtu. Kemi dhe këtë plakun e borës me dritë. Ta lë diku këtu. Apo afër baba gjyshit. Këto. Hera Eli, si të duket? Bukur? Po. Shumë bukur? Po. Të këtë bukur të datë. Bukur ditat. E ka bërë mami bukur pemën? Po. Me drita? Po. Me dhurata? Dhe baba gjyshi? Keku. Qa ka bërë Leli këtu? Keku. Ka bërë keku me baba gjysh. Okej, atëherë. Kam mbaruar me të gjithë dekorimin e ambientit të living roomit, por do t'ju tregoj në darkë, sepse duket më bukur. Kështu që rezultatin përfundimtar do ta shohim pak më vonë. Paketova edhe 1-2 dhurata të vogla të Raelit. Për Raelin kam një thes që ma ka bërë kushërira dhurat vitin e parë. Edhe ka emrin Rael, shumë i bukur, do t'ju tregoj, dhe aty do t'i fus disa dhurata të vogla. Kam qenë shumë në mëdyshje këtë vit. Po, zemër. Kam qenë shumë në mëdyshje këtë vit se çfarë t'i blija, sepse ka shumë gjëra, disa i përdor, disa nuk i përdor, edhe akoma nuk di të thotë, do me thënë që të kërkoj dua këtë, dua atë. Kështu që i ka marrë pak gjëra, i ka marrë edhe një veshje, se veshjet i ka qef, ka shumë qef mo të vishet edhe të rregullohet. Edhe kështu do me thënë, do ja fus tek ai thesi, përpos dhuratave që do na sjellin të tjerë. Siç mund ta shikoni, kjo goca ime vdes për kamerën, edhe
vdes të bëj vlogje. Ndoshta kur të rritet edhe pak do bëjmë më shumë. Mami, sì, mami. Mamma. Mami. Erdhi. Sa e thira e një t'i shkallë. Ishte vëllai. Moçi mami kishte dalë Here jashtë. you go. 7 crunchy Më bën të gjiro. chocolate chips. Bir daha mesleğinizi boşa çıkarmayacağız. Hepimiz sana söz veriyorum. Zaten peşinde koştuğum. Bunca insanların sınavlarından annelik bekleme. Fondi do terapia tinha segreto Moravit. La azienda Isionis. Është një set i njëjtë, që vjen me dizajnin e njëjtë, por keni për një person të shfaqur, do të kontrollojmë edhe rrobat e utilizuar para peshën e rëndë ekraneve tradicional, produktet e sezonit dhe në gjitha sidomos këtu me kaq shumë kuadra dhe sidomos paketa të tilla që vijnë me opsione kaq të përshtatshme. Nëse jeni në qendrën e Kefaleja, do të ta merrni pak për një nga ose sot e keni shansin të dërgojeni në shtëpi, duhet të taktuar në 0% shfaq. E presi dalla maggior parte dei pazienti. Ja dhe rezultati final. Ky këndi këtu kam vendosur vetëm këtë fatkeqësisht dhe kjo e shkreta është marrë dhe është përplasur disa herë në për tokë, në për mure, por që të bëjmë, diçka duhet të vendosja. Kalojmë tek këndi. Këtu kam vendosur vetëm jastiqe, një batanie kuqe për të mbuluar dhe tek kjo pseudo tavolina vendosa thjesht një gjë, kjo duhet shtruar pak kështu gold, sa për të dhënë atë iden. Dhe këtu kemi fshatin, kjo është krenaria ime për këtë vit. Shikoni sa bukur që duket, i vendosa dhe disa drita, super cute, e adoroj. Tek libraria kemi pak gjëra sërisht,
Dhe këto drerët e shkret u bën prej të lojës së Raelit. Kjo gjëja këtu po e po do ta heq me siguri, do ta çoj diku tjetër, po për momentin kaq kemi. Më qan shpirti që nuk ka mundur të dekoroj këtë, por ç'të bësh? Ky është këndi i Raelit. Dhe këtu kemi këtë këndin e leximit. Sajova një tip buqete të vogël. Nuk e di nëse do rezistoj sërish në këtë vend, por për momentin ka rezistuar dhe kjo është edhe tarararëm, the star of the show, Pema. Okej, jam disi më e kënaqur, i shtova ca zbukurime të tjera. Këtë nuk arrita do ta drejtoj. Por që më pëlqen më shumë kjo gjëja kështu se sa ylli, sinqerisht. Mendoj se kam bërë një punë të mirë për të rikrijuar atë iden e viteve 90, pra pema nostalgjike, pema e kohës tonë. Do duheshin disa dekorime jeshile, po patjetër, ndoshta disa drita me ngjyra si ato që kishim tek fshati, do kishin bërë një punë akoma më të mirë, por kjo është edhe jam e kënaqur. Kemi edhe këndin këtu duket pak më mirë. Dhe jam super e kënaqur me mënyrën se si më doli kjo situata poshtë. E adhuroj. Kaq ishte për këtë video, tani do të shikohemi në videon e radhës sepse kemi dekorimin e kuzhinës dhe gjithashtu një pemë tjetër. Ju lutem mos harroni të bëni like, subscribe, share, komente, jini bujar këto festa, jini bujar me supportin tuaj për këto festa. Pacim!